Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Me që gushti është një muaj pushimi dhe njerëzit janë duke shijuar ditët e lejeve dhe të pushimit, mendova që horoskopin javor ta kalojmë me një horoskop satirik për të quar pak edhe më tepër moralin dhe humorin e njerëzve. Ju faleminderit dhe të ndjekim çfarë na thon yjet me këtë horoskop humoristik për javën që vjen. Dashi, në thelb ti je një primat shumë energjik. Hidhe shkok e këmbë drejt çdo situate si një bishe tërbuar dhe për fjalën delikates, duket sikur nuk e dëgjuar kur. Ja aq impulsiv dhe agresiv sa ndonjëherë mund konsiderohesh edhe një rrezik publik, sigurisht vetëm në kuptimin humoristik. Vepron fillimisht dhe mendon më vonë, nëse të mbajtet kohë për të menduar. Naiviteti yt i tepruar dhe mënyra e drejt për t'i parë gjërat nuk të lejojnë të komplikosh shumë jetën. Për ty filozofia është shumë e thjeshtë. Çfarë të bëhet, le të bëhet. Për pasojat mendojmë më vonë. Këmbgulja dhe durimi, po këto janë fjalë që ndoshta duhet t'i kërkosh në fjalor. Ti preferon veprimin e menjëhershëm edhe nëse rruga përpara është plot me pengesa. Në qytet të tjerëve ndonjëherë dukesh si një krijesë e tërbuar, paksa çmendur dhe shumë e sigurt se gjithmonë ke të drejtë. Po le ta pranojmë, kjo është pikërisht ajo që të bën dash kaq të veçantë. Në fund të fundit natyra jote nuk ka shumë nevojë për komplimenta apo analiza të thella. Ti je thjesht dash dhe kjo mjafton për të krijuar kaos, aventurë dhe shumë histori për të treguar. Demi. Rëndesa jote krahasohet vetëm me ngadalësinë tënde legjendare Dem. Nëse dikush thotë shpejto pak, ti e mend si një sugjerim për vitin e ardhshëm. Dhe mos të harrojmë kokforcinë tënde. Je kokfort si një mushk dhe kur e ke ndar mendjen për diçka, mund të vinë të gjithë botat të bindë, por ti do vazhdosh të thuash jo, unë e di më mirë. Thuhet se vetëm budallënët nuk ndryshojnë mendje, por ti duket se e ke bërë këtë shprehje një sfidë personale. Për ty të ndryshosh mendim është pothuajse një tradhtim ndaj parimeve të tua. Je materialist dhe shumë i lidhur me gjërat konkrete. Parat, komoditeti, luksi dhe siguria janë shumë interesante për ty, sesa filozofitë e ndërlikuara apo teoritë abstrakte. Dhe kur vjen puna të përfitimi, syt të shkëlqejnë. Ndonjëherë mund të jesh aq posesiv dhe kushtimtar, sa dhe portofoli yt ka frikë të hapet. Motoja jote mund të ishte: të jetojmë për të ngrënë, jo të ham vetëm për të jetuar. Ushqimi, rehatia, një divan i mirë dhe një jetë pa shumë shqetësime janë këto gjërat që të bëjnë vërtet të lumtur. Çështjet tepër intelektuale dhe abstrakte, lërit të tjera të lodhen me to. Ti preferon tokën në këmbë, ushqimin në tavolinë dhe rehatinë në shtëpi. Në fund të fundit, Demi është një krijesë e thjeshtë. Ha mirë, fle mirë, jeton rehat dhe mos i prek gjërat e tij. Dhe nëse dikush përpiqet t'i aprish këtë rehati, përgatituni të shihni kokforcinë legjendare të Demit në veprim. Binjakët. Thuhet se je kurreshtar për diçka dhe përshtatesh me çdo situatë. Po le ta themi të vërtetën, problemi është se kurreshtja jote zgjat më pak se një video në TikTok. Ti mund të flasësh për diçka, por të qëndrosh gjatë në një temë, absolutisht jo. Përqendrimi yt është si një sinjal Wi-Fi në mes të malit, vjen dhe ikën pa paralajmërim. Mendja jote është gjithmonë në lëvizje, por ndonjëherë duket sikur lëviz në 100 drejtime njëkohësisht dhe nuk mbërrin askund. Fillon të flasësh për motin, pastaj kalon te politika, nga aty te dashuria dhe përfundon duke treguar një histori që as vetë nuk e di si lidhet me bisedën. Dhe fjalët, fjalët. Ti mund të flasësh aq shumë sa në fund të gjithë të pranishmit fillojnë të pyesin veten, por çfarë thanë të vërtet? Ndron tema aq shpejt sa bashkëbiseduesi duhet të ketë një hartë për të ndjekur logjikën tënde. Një minutë je ekspert për një çështje, tjetrën po flet për një temë krejt tjetër, sikur ke bërë doktoraturë në të. Po pjesa më e bukur, mund të japësh një mendim me aq bindje sa të gjithë mendojnë se e ke zbuluar vetë, ndërkohë që pas 5 minutash ndoshta as nuk e mban mend se çfarë the. Ndonjëherë duket si një robot shumë inteligjent, i programuar të mbledh informacione, ti përziej ato dhe pastaj tua servir të tjerëve me shumë vetbesim. Sa për emocionet dhe ndjeshmërinë, le të themi se zemra jote ndonjëherë duket sikur ka kaluar në modalitetin aeroplan. Por duhet pranuar një gjë, edhe pse mund të jesh i shpërndarë sipërfaqësor dhe i pamundur për të kapur në një temë të vetme, me ty mërzia nuk ka shans të mbijetojë. Sepse kur ke një binjak pranë, nuk e di kur se çfarë teme do të hapet për 5 sekonda. Gaforia. Fëmia i përkëdhelur i mamit. Këtë shprehje me siguri e ke dëgjuar më shumë se një herë, edhe nëse dikush të thotë diçka që nuk të pëlqen, bëu gati për një dramë emocionale të përmasave epike.
Ndjeshmëria jote është aq e madhe sa njerëzit shpesh mendojnë 2 herë para se të thonë atë që kanë vërtet në mendje. Një koment i vogël mund të shndërrohet menjëherë në një skenë filmi dramatik me lot kujtime dhe një pyetje të famshme. Po pse ma the kështu? Emocionet e tua nuk kanë buton on-off. Ato kanë vetëm një buton, maksimum. Një moment i qetë, tjetrin e i mërzitur, pastaj i zemëruar, më pas nostalgjik dhe më në fund nuk di as vetë se u mërzite. Humori yt ndryshon më shpejt se moti. Nëse dikush pyet rreth teje, çfarë ke? Përgjigjja klasike është asgjë. Por të gjithë e dinë se kjo asgjë mund të zgjasë 3 ditë. Nga ana tjetër duket sikur ke mbetur pak në fëmijëri. Ti e ke shumë të vështirë të përballesh me botën e ashpër të realitetit, ndaj preferon të tërhiqesh në universin tënd të vogël, të ngrohtë dhe komod. Shtëpia, krevati, një batanie, kujtimet e vjetra dhe ndonjë këngë që sjell nostalgji. Ja ku je në parajsën tënde. Dhe kujtesa jote e frikshme mund të harrosh se çfarë ke ngrëndje, por nuk harron kur atë që dikush të thanë në vitin 2017 në orën 14:32. Ti i ruan kujtimet sikur ti je në sende me vlerë në një kasafort, dhe nëse dikush e ka lënduar dikur, mos u shqetëso, gaforja e ka arkivuar për gjithmonë. Në fund mund të jesh pak i ndrojtur, por tepër emocional, nostalgjik dhe dramatik, por mbi të gjitha je një krijesë që kërkon siguri, dashuri dhe një vend ku të ndihet rehat, sepse për gaforen bota mund të jetë e madhe dhe e frikshme, por divani i shtëpisë është gjithmonë aty për të kuptuar. Luani. Kujdes, Luani po hyn në skenë. Edhe nëse nuk e duar trokisni, mund të keni një problem të vogël, ose më saktë një dramë të madhe. Ti je aq i dashuruar me veten sa ndonjëherë duket se ke nevojë për një publik edhe kur je vetëm në një dhomë. Lavdërimet i do, komplimentet i adhuron, dhe nëse askush nuk të thotë sa i mrekullueshëm je, e di shumë mirë ta bësh vetë këtë punë. Je i bindur se je një person i jashtëzakonshëm, unik dhe i pazëvendësueshëm. Në mendjen tënde, çdo hyrje në dhomë është një lloj hyrjeje madhështore në tapetin e kuq. Por problemi është se ndonjëherë përpiqesh aq shumë të dukesh perfekt, sa përfundon duke u bërë paksa qesharak. Të gjithë e kuptojnë që po përpiqesh të dukesh më i rëndësishëm, më i fuqishëm dhe më fantastik, nga sa je në të vërtetë. Dhe pas gjithë kësaj vetbesimi, mund të fshihet një kompleks i vogël pasigurie. Prandaj ke nevojë për publikun, për vëmendjen, për trokitjet dhe për njerëzit që të thonë sa i mrekullueshëm je. Dhe nëse nuk ta thonë, mund t'ua kujtosh vetë. Ti ke një talent të veçantë për t'i bërë vetes komplimente dhe pastaj çuditësh pse të tjerët të shikojnë me dyshim. Ndërkohë rreth teje krijohet një obor mbretëror, plot me njerëz që të lavdërojnë. Ti mendon se të gjithë janë admiruesit e tu të sinqertë, ndërsa ata ndoshta thjesht përpiqen të smangin një fjalim prej 40 minutash nga Luani. Dhe kur dikush nuk të bindet, jo, papritur mbreti ose mbretëresha e xhunglës shfaqet me gjithë madhështinë e vet. Ti mund të bëhesh pak autoritar, pak urdhërues dhe shumë i bindur se kështu bëhet sepse kështu them unë. Të shohësh realitetin me objektivitet nuk është gjithmonë pika jote më e fortë, por të paktën ke një gjë të sigurt, vetbesimi nuk të mungon kurrë. Në fund të fundit, Luani është pak i lastuar, pak despotik, pak egoist dhe shumë i dhënë pas vetes. Por mos guxo t'ia thuash këtë në fytyrë, sepse Luani mund të të falë gjithçka, përveç mungesës së duar trokitjeve. Virgjëresh. Temetat e tua janë aq të shumta sa për t'i renditur të gjitha do të na duhet një libër i tërë. Për shembull, je e famshme për kompleksin dhe interioritetin, dhe pas këtij horoskopi satirik nuk është thjesht kompleks. Ti vetë je aq e vetëdijshme për të sa ndonjëherë duket sikur e ke bërë vetë kritikën profesion me kohë të plotë. Në jetë shpesh me rolin e ndihmësit, të dorës së djathtë të personit që rregullon diçka për të tjerët. Me pak fjalë, je ajo që të gjithë të rasin kur ka nevojë për diçka. Virgjëresh, a mund ta rregullosh këtë? E ti sigurisht e rregullon, sepse nuk e bën ti, dikush tjetër do ta bëjë siç duhet. Je tepër e kontrolluar dhe e rezervuar. Një ndryshim i papritur në rutinën tënde mund të shkaktojë një krizë të vogël ekzistenciale. Dikush thotë, sot bëjmë diçka ndryshe, dhe ti menjëherë, pse? Çfarë nuk shkonte me planin tim? Pastaj vjen obsesioni yt i famshëm me rregullin, pastërtinë dhe detajet. Dhëma duhet jetë perfekte, gjërat duhet jenë në vendin e tyre, çdo objekt duhet të ketë pozicionin e vet, dhe nëse dikush të lë një gotë 2 cm larg vendit ku duhet të jetë, virgjëresha e vëren gjithmonë. Mund të hysh në dhomë dhe të mos vësh re as mobiljet as dekorin as atmosferën, por të dallosh menjëherë një sen që nuk është në vendin e duhur. Pastaj fillon. Kush e la këtë këtu? Perfeksionizmi është aq i madh sa ndonjëherë dhe njerëzit përreth fillojnë të ndihen në akt, sepse kur thua është në rregull, të gjithë e dinë se në fakt do të thotë mund të ishte shumë më mirë dhe më e bukura.
ti e di shumë mirë që je kështu, e di që kontrollon diçka, e di që fiksohesh pas detajeve dhe e di që ndonjëherë e çon çdo gjë në ekstrem, por prap nuk ndalon. Një ditë ja që e rregullt dhe e kontrolluar sa duket sikur ke planifikuar dhe mënyrën se si do të marrësh frymë. Ditën tjetër mund të kalosh në ekstremin tjetër dhe të thuash: "Mjaft, nuk dua të merrem me asgjë." Dhe ky është problemi yt i fundit, ekstremet. Ose gjithçka duhet të jetë perfekte ose nuk të intereson fare. Ose kontrollon çdo detaj ose do lësh gjithçka pas dore. Me pak fjalë vigjiresh që të sau pak. Merr frymë, lëre atë objektin 2 cm jashtë vendit dhe pranoje një herë në jetë. Jo çdo gjë në këtë botë duhet të jetë perfekt, por mos u shqetëso, nëse do ta rregullojmë prap. Peshore, vetëm fjala ekuilibër të bën të pendohesh që ke lindur në këtë shenjë. Dhe të kesh një simbol si një peshore të zakonshme nuk është tamam simboli më madhështor në botë, apo jo? Por problemi yt kryesor nuk është se zgjidh të mbash qëndrim. Të marrësh një vendim për ty është më e vështirë se të zgjidhësh një problem matematikor. Sot thua po, pas 5 minutash ndoshta pastaj jo dhe më në fund. Po ti çfarë mendon? Vetmia është nga frikrat e tua më të mëdha, prandaj kur faqet dikush më i fortë, më dominant ose më i sigurt se ti menjëherë mendon: perfekt, do ri pranë këtij personi, të paktën nuk duhet të vendos unë. Ti ke një aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur me njerëzit përreth. Në fakt ndonjëherë duket sikur nuk jeton sipas asaj që dëshiron ti, por sipas asaj që të tjerët mendojnë për ty. Dëshiron të pëlqesh të gjithëve, dhe kjo të çon drejt problemit të vogël. Nuk thua gjithmonë atë që mendon vërtet. Kur dikush të pyet a të pëlqen, ti thua: po, shumë bukur. Ndërkohë në mendjen tënde, çfarë të merri? Ja që kujdesë me fjalët sa ndonjëherë duket sikur çdo bisedë është në fushë me mina. Një fjalë më shumë, një fjalë më pak, një gabim i vogël dhe lufta shpërthen. Prandaj ecën gjithkohës mbi një lloj tehuthike duke kontrolluar çdo fjalë dhe çdo reagim. Pastaj kemi dhënën tënde artistike. Ti e konsideron veten spirit artistik, por sipas këtij horoskopi satirik, ndonjëherë ajo që quan art është thjesht një përzierje romantizmi, ëmbëlsirje dhe pak a shumë dramë. Por në të vërtetë, pas asaj buzëqeshje të këndshme, fshihet një mendje shumë analitike dhe ftohtë. Ti mund të dukesh si një angjëll i ëmbël, por brenda kokës tënde po zhvillohet një mbledhje e plotë. Çfarë tha? Pse e tha? Çfarë donte të thoshte? A duhet i përgjigjem? Po sikur të mos i përgjigjem. Prandaj përshkrimi perfekt për ty është një kalkulator me një buzëqeshje simpatike. Në fund të fundit peshore ti kërkon ekuilibër, paqe dhe harmoni. Vetëm sa për të arritur këtë mund të kalosh gjysmë vite duke menduar se cilën anë të zgjedhësh. Akrep, reputacioni yt nuk ka nevojë për shumë ndim për të bërë më i keq. Le ta themi troç, pse të mos e fusim tikën edhe pak më thellë. Ti je dinak, kurreshtar dhe agresiv, dhe çuditërisht emri yt të përshkruan më shumë më mirë, Akrep. Po sipas këtij horoskopi nuk mbaron këtu. Ndonjëherë ngjan me një mik, kanalizimesh i fshehtë, i dyshimt, paksa i frikshëm dhe gjithmonë duke kërkuar të kuptoj çfarë po ndodh pas skenës. Ti ke një talent të veçantë për të zbuluar dobësitë e njerëzve dhe kur dikush po kalon një periudhë të vështirë, ti shfaqesh menjëherë me fytyrën e psikologu. Hajde më tregoj diçka, unë dua vetëm të ndihmoj. Po sigurisht, sepse pas këtij përshkrimi ti nuk po e bën vetëm për të ndihmuar, një pjesë e vogël e jotja po mendon: kjo histori do të jetë shumë interesante. Ti ke një mënyrë të veçantë për të tërhequr vëmendjen dhe për të nditur pak dramë. Nuk ke nevojë të ndezësh zjarrin vet. Mjafton të hedhësh një koment të vogël dhe të ulesh për të parë se çfarë po ndodh. Pastaj vjen fama jote për energjinë seksuale intensive. Por sipas këtij horoskopi, nuk është gjithmonë misteri apo magnetizimi që mendojnë njerëzit. Ndonjëherë thjesht ke shumë impulse dhe shumë pak butona frenimi. Gjithashtu ke një mendim shumë të lartë për veten, por për të dukur dhe më interesant preferon të luash rolin e personit misterioz, rebel dhe të paarritshëm. Mos më pyet çfarë mendoj. Pse? Sepse nuk dua të ta them. Por pas gjithë këtij misteri dhe vetbesimi fshihet një problem i vogël. Ndonjëherë ke frikë se nuk të duan aq sa do të doje, dhe kjo të bën të dyshosh. Pastaj fillon: pse nuk më shkroi? Pse se pa mesazhin e nuk i përgjigj? Pse foli ashtu? Çfarë po fshe? Ti she rrezik dhe aty ku të tjerët shohin thjesht një bisedë normale, dhe për të mbrojtur, fillon të manipulosh situatat me njerëzit përreth, duke krijuar rrjete aq të bukur të ndërlikuara, sa më vonë as vetë nuk e di si të dalësh prej tyre. Në fillim mendon: e kam gjithçka në kontroll. 2 javë në vonë, si përfundova në këtë situatë? Në fund të fundit, Akrep, ti je misterioz, intensiv, dyshues dhe pak dramatik dhe shumë i aftë për të lexuar njerëzit. Por ki kujdes, kur kalon shumë kohë duke thurur rjeta për të kapur të tjerët, mos përfundo duke u kapur vetë në to. Shigjetari.
Mos mendo se reputacioni yt I mirë do të shpëtojë nga një listë e plot me të gjithë metat tua, sepse shigjetar sot kemi shumë për të thënë. Ti pretendon se je një filozof në mendje të hapur, një njeri që e sheh botën nga lart e kupton sekretet e universit, po sipas këtij horoskopi satirik, ndoshta është thjesht mënyra jote për të shpëtuar realitetit të përditshëm, I cili për ty është tmerrësisht I përzitshëm. Pse të merresh me faturat, detyrimet dhe problemet e zakonshme të jetës, kur mund të flasësh për universin, spiritualitetin dhe kuptimin e ekzistencës. Në fakt I ke një interes të madh për kulturën dhe spiritualitetin, por ka një problem të vogël. Të pëlqen të dish për to, jo domosdoshmërisht të mendosh rreth tyre. Mund të lexosh një libër, të dëgjosh një podcast ose të shohësh një video dhe pastaj të dalësh para të tjerëve si ekspres. E di çfarë kam kuptuar për jetën? Po, shigjetar na trego. Ti përsërit me shumë entuziazëm atë që ke lexuar ose dëgjuar dhe në kokën tënde tashmë je bërë filozofi I shekullit. Problemi është se nuk hyn shumë thellë në asgjë. Një temë të duket interesante për pak kohë, pastaj mendja jote thot: "Më mirë mjaft me kaq, çfarë ka tjetër?" Dhe kjo na çon te një problemet e tua më të mëdha, nuk ri do t'i qet. Ti je I shqetësuar, I paduruar dhe vazhdimisht kërkon diçka të re. Një vend të mërzit, një rutinë të mbyt, një marrëdhënie shumë e qëndrueshme, alarm. Stabiliteti nuk është tamam pika jote e fortë. Sot thua, kjo është gjëja më e bukur që më ka ndodhur. Nesër, mendoj se duhet provoj diçka tjetër. Dhe sa për angazhimin dhe besnikërinë, le të themi se fjala premtim ndonjëherë është më shumë një sugjerim për ty se sa një kontratë. Ti premton shumë, por kur vjen momenti për ta realizuar, po, do ta bëj patjetër, dhe pastaj është duke misterioze. Një tjetër talent I yt është egzagjerimi. Nëse ke bërë një udhëtim prej 2 ditësh ku të tregon historinë duke si ku ke eksploruar 7 kontinente, nëse ke lexuar një artikull, papritur duke si ku ke studiuar atë temë për 10 vjet. Pse? Sepse le ta pranojmë, ti e do pak vëmendjen dhe admirimin e të tjerëve. Dhe takt, çfarë është kjo? Nëse mendon diçka e thua, nëse dikush ofendohet, mirë, ky është problemi I tij. Shigjetari mund të jetë I sinqert deri në pikën ku njerëzit fillojnë të pyesin: "A ishte vërtet e nevojshme ta thoje këtë?" Dhe ti: "Po unë thash vetëm të vërtetën." Në fund të fundit shigjetari ti je I paqëndrueshëm, I paduruar dhe paksa mendje madh, shumë I drejtë për drejtë dhe gjithmonë në kërkim të aventurës së radhës. Por duhet pranuar një gjë. Me ty jeta nuk bëhet kur monotone, sepse nuk e di kur nëse shigjetari do të mbaj premtimin, do të ndryshoj planin apo do të nisë një aventurë të re, apo do të shpjegoj për 40 minuta kuptimin filozofik dhe të gjithë kësaj. Britsjap, nëse do të duhet të përmlidhim karakterin tënd me pak fjalë, ndoshta do të thonim një spion I vogël që përpiqet të mos bie në sy. Ti bën gjithçka që të kalosh pa u vënë re. Nuk kërkon shumë vëmendje dhe pastaj sipas këtij horoskopi satirik, vetbesimi yt ndonjëherë është aq I ulët sa mund të fshihet edhe pas një perdeje dhe të ndihet I sigurt. Në pamje të parë mund të dukesh pak I ftohtë, serioz dhe I paritshëm. Aq serioz sa kur hyn në një dhomë, njerëzit mund të mendojnë se ka ardhur nga një mbledhje biznesi dhe jo në një festë. Je I ftohtë si akulli, I ngurtë si një skelet dhe I qetë si një varr. Dhe kur të gjithë të tjerët qeshin me të lartë, ti qëndron aty me fytyrën. Çfarë ka për të qeshur? Ndonjëherë përpiqesh të tregosh humor, por është një lloj humori aq I thatë dhe I vetë përqeshur sa edhe ti vetë pas batutës mendon: "Mirë, ndoshta nuk ishte aq qesharake, por le të flasim për gjën për të cilën I beson vërtet, karriera." Por këtu ndryshon gjithçka. Britsjapi është ambicioz, I duruar dhe I vendosur. Ti nuk kërkon thjesht të arrish majën. Ti do të ndërtosh shkallët vetë dhe pastaj të ngjites I pari. Je një alpinist social dhe një strateg I lindur. Nuk nxitohesh, ti mendon për muaj, vite, madje edhe dekada përpara. Nëse të tjerët thonë: "Le ta shijojmë sot." Ti: por kur do të vemi pas 5 vitesh? Problemi është se duke planifikuar kaq shumë për të ardhmen, harron një detaj të vogël. Ti jetosh të tashmen. Puna, objektivat, suksesi, përgjegjësitë, gjithçka është në listën tënde. Argëtimi, ndoshta javën tjetër, pushimet. Kur të mbaroj këtë projekt, të bësh budalli që me mit, nuk kam kohë për këto. Ti jaq I përqendruar te puna sa ndonjëherë duket sikur edhe kur fle mendja jote po harton një plan biznesi. Dhe kjo të bën më pak egoist, sepse puna dhe objektivat e tua kanë gjithmonë një prioritet. Të shohësh një britsjap duke bërë ndonjë budallallëk është pamje e rrallë. Nëse të kapin duke ka përcyer pa kontroll në një fest, njerëzit do të thrasin: "Ndalo, diçka britsjapi po argëtohet." Në fund, je serioz, ambicioz, I ftohtë, I duruar, pak pesimist dhe po ndonjëherë jashtëzakonisht I mërzitshëm, por mos u dëshpëro. Mos bëj ndonjë dramë të madhe vetëm sepse ky horoskop të quajti të mërzitshëm.
sepse sa do e pabesueshme të duket, mund të ketë vërtet disa njerëz që të duan. Ujor, ti përpiqesh me çdo kusht të dukesh si një person egzotik, rebel dhe jashtë normales. Në mendjen tënde je një lloj profeti modern që ka ardhur për t'i treguar botës të vërtetën. Ti nuk ecën thjesht kundër turmës, ti do të sigurohesh që të gjithë ta vënë re se po ecën kundër turmës, sepse thellë brenda vetes e di shumë mirë se je një individ si gjithë të tjerët dhe kjo të bezis merresisht. Prandaj duhet patjetër ta dallosh. Të tjerët veshin të zeza, ti vesh diçka të çuditshme. Të tjerët thonë po, ti thua jo, të gjithë thonë jo, ti menjëherë. Në fakt unë mendoj se duhet të themi po, thjesht sepse duhet të jetë ndryshe. Problemi është se ndonjëherë e çon kaq larg këtë nevojë për të qenë unik sa përfundon duke u bërë ai person që askush nuk e kupton dhe pastaj pyet, pse nuk më ftojnë askund? Ujor, ndoshta sepse herën e fundit u shpjegove njerëzve për 45 minuta pse festa tradicionale është një konstrukt social që duhet rrëzuar. Për ty miqësia është diçka e shenjtë, e vlerëson shumë dhe e konsideron një nga gjërat më të rëndësishme të jetës. Por problemi është se, a di vërtet çfarë do të thotë të jesh mik? Sepse ti mund të jesh shumë i largët dhe i shkëputur emocionalisht, gjak cerebral, sa ndonjëherë duket sikur zemra jote është zvendësuar me një kompjuter që analizon çdo ndjenjë. Dikush të thotë, kam nevojë të flas me ty. Ti, në rregull, le të analizojmë problemin në mënyrë objektive. Jo çdo gjë ka nevojë për analizë, Ujor. Ndonjëherë njerëzit thjesht duan një përqafim dhe kur vjen puna te dashuria, situata bëhet më interesante. Pavarësia jote është legjendare. Ti e do partnerin, po jo aq afër, e do marrëdhënien, por dhe hapësirën, e do dashurinë, por nëse dikush të kërkon vëmendje, më fal, por më cënon lirinë time. Partneri yt mund të fillojë të mendojë se është një lidhje me ty apo është një vend i pavarur sovran. Pastaj thua se je altruist dhe bujar, po sigurisht. Po ndonjëherë altruizmi nuk është vetëm një teori e bukur që tingëllon mirë, duhet të vijë nga zemra. Dhe këtu duhet të bëj një pauzë nga filozofia dhe të pyesësh veten. Apo ndihmoj vërtet dikë, apo thjesht po shpjegoj sa i mirë do të ishte një sistem ku të gjithë të ndihmojnë njëri tjetrin. Ti je gjithmonë një hap para kohës sipas mendimit tënd, një speaker genial, një vizionar, një revolucionar. Në kokën tënde ideja që sapo lind mund të ndryshojë botën, dhe kur të tjerët të shikojnë çuditshëm ti mendon. Ata thjesht nuk janë ende gati për t'i kuptuar. Në fund të fundit Ujor, je rebel, i pavarur, inteligjent, i çuditshëm, paksa i largët dhe gjithmonë në kërkim të mënyrës për të qenë ndryshe. Vetëm ke kujdes. Nëse vazhdon të përpiqesh të provosh se je gjeniu më i çuditshëm dhe më revolucionar i planetit, një ditë mund të përfundosh duke i shpjeguar psikologut pse në fakt psikologu është ai që ka nevojë për ty. Peshqit. Mjegull, kaos, konfuzion dhe një dozë e mirë hutimi. Këto janë fjalët që të përshkruajnë më së miri peshk. Qartësia, vendosmëria dhe sensi praktik nuk janë tamam pikat e tua më të forta. Ti je si një meduzë që noton në det, duke lënë rrymën të çojë ku të doj. Ku po shkon, nuk e di. Pse po shkon atje, as këtë nuk e di. A të intereson? Jo dhe aq. Kjo është pjesa më interesante, ndonjëherë duket sikur nuk të intereson fare se ku po shkon. Ti mund të zgjohesh në mëngjes me një plan të qartë dhe deri në drek të jesh diku tjetër krejt duke pyetur veten. Si përfundova këtu? Edhe vetë identiteti yt mund të jetë paksa misterios. Çfarë mendon, çfarë dëshiron, kush je në të vërtetë. Ndonjëherë duket sikur ti vetë po kërkon përgjigje. Dhe kjo të sjell një problem. Është vështirë të qëndrosh besnik ndaj vetes kur vetja jote ndryshon humor të 2-3 orë. Në dashuri, situata bëhet edhe më interesante. Sot, ky është personi i jetës time. Nesër, ndoshta thjesht po kalojmë një fazë. Pas nesër, nuk di më çfarë të ndjej. Peshku është mjeshtër i dramave emocionale dhe keq kuptimeve të ndërlikuara. Një situatë që mund të zgjidhej me një bisedë 5 minutëshe, në duart e tua mund të bëhet një serial me 8 sezone, 3 kthesa dramatike dhe një fund të paqartë. Dhe imagjinata jote, ajo nuk njeh kufi. Ti mund të marrësh një ngjarje krejt normale dhe ta kthesh në një histori epike, mistike, tragjike ose romantike. Dikush nuk të ktheu mesazhin për 2 orë. Personi normal, ndoshta është i zënë, peshku. Ndoshta fati po më tregon diçka, ndoshta universi po më paralajmëron, ndoshta kjo është një shenjë. Emocionet e tua janë si një stil rul. Një minutë je në qiell, duke përjetuar një gjendje mistike dhe duke ndier lidhjen e universit. Pak më vonë, askush nuk më kupton. Pastaj papritur je përsëri mirë sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Dhe pas gjithë kësaj, ti dukesh kaq i butë, i sjellshëm dhe bujar, sa njerëzit mendojnë se mund të kërkojnë çdo gjë. Dhe problemi është se
Ti nuk di të thuash jo, dikush a mund të më ndihmosh? Ti, po, edhe këtë, po, edhe këtë të fundit, po. Dhe në fund e gjen veten duke mbajtur mbi shpinë problemet e gjysmës së botës. Ti ke një zemër të madhe, po sipas këtij horoskopi satirik, ndonjëherë të mungon pak shtylla kurrizore emocionale për të thënë, mjaft, kjo nuk është përgjegjësia ime, dhe sa për vullnetin e hekur dhe sportin, e po le të themi se nëse zgjedhja është mes një palestre dhe një divani të rehatshëm, divani ka një avantazh të konsiderueshëm. Në fund të fundit peshk je i ëmbël, sentimental, i çrregullt, misterios, dramatik, romantik dhe shpesh i humbur në botën tënde. Ti nuk e di gjithmonë ku po shkon, por të paktën po shkon atje me imagjinat, emocione dhe dramë. Le të themi se ky ishte horoskopi satirik për të gjitha shenjat e zodiakut. Uroj t'ju pëlqej, na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Mos harroni të na bëni like dhe subscribe.